Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë, vuani nga artriti, mos i fusni në gojë këto ushqime. A jeni dhe ju një nga 53 milion persona në botë që vuajnë nga shqetësimet e artritit? Artriti është një sëmundje që përfshin përafërsisht 100 çrregullime të nyjeve, të cilat i prekin si të rriturit ashtu dhe të vegjëlit. Kjo sëmundje shkakton dhimbje të nyjeve, inflamacione dhe probleme të lëvizjeve. Artriti është një sëmundje progresive, prandaj me kalimin e kohës, ai mund të përkeçohet duke dëmtuar lëkurën dhe organet. Ndaj kujdesi i dur që duhet të bëni në këto raste është të adresoni shqetësimin tek mjeku. Por përpara se të arrini tek artriti, duhet të tregoheni më të kujdesshëm gjithashtu edhe me ushqimet që zgjidhni në dietën tuaj. Artriti mund të mbahet nën kontroll duke evituar një sër produktesh ushqyese. Gjithsesi, nëse dëshironi të shmangni dhe të mbani nën kontroll këtë shqetësim, atëherë duhet i përmbaheni disa udhëzimeve sipas ekspertëve. Disa nga ushqimet që njerëzit me artrit nuk duhet i përdorin sipas WebMed janë: ushqimet e skuqura. Këto produkte janë një nga arsyet kryesore të inflamacionit në trup. Produktet e skuqura përposhtë se rrisin rrezikun e diabetit, sëmundjeve të veshkave dhe të zemrës, ato gjithashtu përkeçojnë gjendjen e artritit dhe rrisin inflamacionin. Vaj i misrit është armiku tjetër i shëndetit. Ai rrit inflamacionin në kocka dhe shkakton dhimbje. Ekspertët këshillojnë që nëse vuani nga artriti, të mos e përdorni vajin e misrit në gatimet tuaja. Pirja e duhanit është dëmshme për personat që vuajnë nga artriti. Tani më dihet se duhani është një nga shkaktarët kryesor të shumës sëmundjeve. Artriti është një sëmundje tjetër e cila përkeçohet nëse pini edhe duhan. Prandaj në këto raste është e rëndësishme të hiqni dorë prej tij. Ëmbëlsirat mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj duke përkeçuar edhe artritin. Në përgjithësi, produktet që përmbajnë ëmbëlsues artificial shkaktojnë inflamacione në organizëm. Sheqeri artificial shkakton gjithashtu plakjen e parakohshme. Produktet e bulmetit mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj të nyjeve. Janë disa produkte të tjera të cilat janë të dëmshme sidomos për njerëzit që vuajnë nga artriti. Proteinat që këto produkte i përmbajnë shkaktojnë dhimbje dhe përkeçojnë simptomat e artritit. Disa produkte të tjera të cilat nuk preferohen për njerëzit me artrit janë karbohidratet të rafinuara, yndyrat trans dhe alkooli. Në këto raste është më mirë që të jeni më dorështrënguar me këto produkte, pasi mund të ndikojnë gjithashtu në shëndetin tuaj të nyjeve. Artriti mund të ndikojë gjithashtu në përkeçimin tuaj dhe mund të shfaqë edhe shqetësime të forta në kockat tuaja. Nuk ka kura për artritin, por ka zgjidhje natyrale të cilat ju ndihmojnë edhe në menaxhimin e simptomave të tij. Si fillim, duhet të hiqni dorë nga ato produkte të cilat ndikojnë negativisht edhe në shëndetin tuaj të kockave. Gjithashtu edhe të zgjidhni produkte esenciale në dietën tuaj, të cilat do të sjellin edhe një lehtësim kundër këtyre simptomave. Artriti është një sëmundje inflamatore që prek kryesisht kyçet. Kjo sëmundje shkakton shumë dhimbje tek personi që vuan. Deri më tani në mjekësinë janë regjistruar plot 200 lloje të ndryshme të artritit dhe reumatizmës që prekin mosha të caktuara. Zakonisht artriti prek njerëzit në moshë të mesme dhe shpërthen pasi të kaloni të 50-tat. Në këto raste gjendja do të bëhet gjithashtu më e vështirë. Është e rëndësishme që të menaxhoni simptomat tuaja dhe të adresoni problemet tek mjeku, pasi në të kundërt neglizhenca për një kohë të gjatë e këtyre problemeve mund të krijojë vështirësi edhe në shëndetin tuaj të kockave. Artriti mund të jetë një problem i cili mund të kaplojë shëndetin tuaj dhe të sjellë rezultate jo shumë të frytshme. Artriti është një sëmundje që nuk ka një shkaktar të vetëm. Ai mund të shfaqet si pasojë e lëndimeve në inde, moshës, çrregullimeve të imunitetit ose edhe për shkak të infeksioneve. Kompanitë farmaceutike kanë prodhuar me qindra ilaçe kundër artritit. Megjithatë, efektet e mundshme anësore të tyre do të jenë vërtet të gjëra. Nëse artriti sapo ka filluar në shëndetin tuaj, atëherë mund të merrni hapa natyral për menaxhimin e shqetësimeve të tilla.
Është e rëndësishme që dieta juaj të pasurohet me sa më shumë produkte natyrale, të cilat do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj të nyjeve. Gjithashtu, një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e problemit tuaj të artritit është edhe xhenxhefili. Xhenxhefili është një zhardhok i shkëlqyer me shumë vlera. Përbërësit e tij luftojnë inflamacionin në organizëm dhe duke e pirë si çaj, xhenxhefili do të forcojë sistemin imunitar dhe do të pakisojë inflamacionin. Personat që vuajnë nga artriti duhet të pinë të paktën një filxhan me çaj në ditë. Në një gotë uji zgjeni 2 cm xhenxhefil të prerë në feta. Çajin mund ta përzjeni me limon dhe mente për një shije më të plotë. Shafrani indis gjithashtu mund të jetë pjesë e dietës suaj. Shafrani indis është një nga ato erëza që krahasohet edhe me një ilaç mrekulli bërës. Ai përmban shumë veti antioksiduese që parandalon radikalet e lira që dëmtojnë në qelizat. Shafrani indis është i shkëlqyer për të forcuar sistemin imun. Shafranin e indis e gjeni në market dhe mund të përdoret si çaj ose edhe në formën e kapsulave. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm në menaxhimin e shqetësimeve tuaja është edhe aloe vera. Tradicionalisht jemi mësuar që këtë bimë ta përdorim për shëndetin e lëkurës, por xhelin aloe verës mund ta përdorim edhe për të lyer kyçe dhe për të përjetuar një lehtësi. Artriti është një sëmundje që duhet të mbahet nën kontroll. Kjo sëmundje vështirëson përdorimin e gishtave dhe të duarve. Ajo shkakton shumë dhimbje veçanërisht nëse prek kyçet, gjunjët ose këmbët. Aktiviteti fizik është më së i domosdoshëm. Ecja, noti janë të nevojshme kundër artritit dhe mbipeshës. Artriti është një sëmundje e keqe, por mund të parandalohet falë një regjimi të shëndetshëm ushqimor, aktivitetit fizik dhe përdorimit të ushqimeve të lartë përmendura. Vetëm kështu mund ta menaxhoni shqetësimin tuaj. Gjithashtu, nëse vuani prej një kohe të gjatë nga ky shqetësim, duhet të ndërmerrni edhe hapat e duhura për të lehtësuar problemin tuaj. Vështirësia në aktivitetin e zakonshëm si veshja e rrobave, ecja ose ngrënia e vakteve mund të çojë edhe në diagnostifikimin me artritin reumatoid. Kjo vjen si pasojë e një numri të madh të faktorëve ku përfshin dhimbjet, sidomos ato të moderuara dhe fizike, përdorimi i medikamenteve ose antidepresantëve. Por studimet ku bazohemi sipas UEPMED, kërkuesit vëzhguan personat e prekur nga kjo sëmundje dhe personat që nuk kishin shenja të saj. Në gati 2% e rasteve, personat e prekur me këtë sëmundje kishin probleme kryesore me lëvizjen. Rreth 15% të prekurve nga kjo sëmundje tregonin humbjen e funksioneve të aparatit të lëvizjes. Diçka e tillë tregoi se një nga shenjat e para që duhet të ruajeni është pikërisht funksioni i gjymtyrëve. Kapja në kohë e dur e një sëmundje është gjithashtu shumë e rëndësishme, sidomos në rastin e artritit reumatoid. Nëse diagnostifikohet në fazën e parë të përhapjes së saj, mjekët dhe specialistët mund të paralajmërojnë në projektin e organeve të tjera. Kjo sëmundje po përhapet gjithmonë dhe ndikon direkt në cilësinë e jetesës. Simptomat si endja e kyçeve, plogështia, humbja e oreksit ose lodhja e papritur janë ato që duhet të tregoni më shumë kujdes. Ekspertët i kanë përqendruar përpjekjet e tyre në zbulimin e lidhjes së ushqimeve dhe erëzave me zbutjen e dhimbjeve të shkaktuar nga artriti dhe reumatizma. Sipas tyre, futja e perimeve dhe dritrave janë natyrisht të aftë të luftojnë inflamacionin dhe të mirëmbajnë peshën e trupit. Mbipesha është një problem për kyçet, sipas ekspertëve të Healthline. Për çdo 500 gram të humbur, pesha e gjurit lehtësohet sikur të kishit humbur 2 kg. Ushqimet që lehtësojnë në shëndetin tuaj edhe të dhimbjeve të artritit janë peshqit. Salmoni, peshku ton, trofta dhe skumbria janë të pasur me acide yndyrore omega 3 që luftojnë inflamacionin. Peshqit duhet të hahen 2 ose 3 herë në javë. Në të kundërt, duhet të merrni suplemente të omegës 3. Edhe hudhra është një tjetër produkt i favorshëm për shëndetin tuaj. Hudhra, qepa dhe preshi janë përbërës që luftojnë një sër sëmundjesh përfshirë dhe artritin. Sipas të dhënave, këto përbërës kufizojnë ndjeshëm aktivitetin e enzimave që dëmtojnë vazhdimisht kyçet tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.